mendo ti në çfarë mirësie kanë thënë të parë tanë selefi i hershëm, burrat e mirë të umetit, çfarë mirësie na jemi në ibadete, sikur ta denin çfarë lumturi na kemi. Mbretërit do të na luftonin me shpata për të na marrë këtë mirësi, sepse edhe pse janë mbretër, nuk e ndjejnë atë kënaqësi në të cilën janë besimtarët në ibadete. Prandaj ka pas prej tyre që kur është kry haxhi, kur është kry Ramazani kanë qa. Kanë qa, kur është kry namazi kanë qa, namaz kanë qa, por kjo e qarë nuk ka qenë nga se s'pëdojt namazin, nga kënaqësia, sepse njeriu çan ka herë, edhe për mërzis ka herë çan edhe për gëzimit, edhe për kënaqësisë. Prandaj na themi shpesh, a ka rast kur ti i ke fal 2 rekate dhe ke çan namaz, me përjetu kënaqësinë e kësaj këtij ibadeti, e këtij veprimi, domethënë të çarave në namaz që të çlirohet 100% trupin, nuk ke nevojë me shku domethënë larg qytetit edhe zhurmave edhe stresit, dikun male përmendëm edhe javën e kaluar këtë gjë. Më thonë ti namaz, fali 2 rekat, çaj namaz. Thonë ku këto nuk mund ta përshkruan askush veç ai i cili e përjeton. Prandaj